Në revolucionin e flamingove roz gjenden të gjithë përbërësit e kohës sonë, një zonë e mbrojtur e kërcënuar nga një projekt turistik, dyshime për korrupsion që ndezin zemrimin publik, një kryeministër që duket i palëvizshëm pas mandatit të katërt, dhe për ta plotësuar panoramën paratë e familjes Trump, mirë se vini në Shqipëri, një vend që prej javësh po jeton në ritmin e protestave për të shpëtuar ishullin e Sazanit dhe oazin e tij natyror ku jetojnë edhe flamingot roz. Kryeministri shqiptar Edi Rama, një figurë imponuese dhe që sheh gjithnjë më pranë realizimin e ëndrrës së anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i kundërshton me forcë akuzat e protestuesve, të cilat e vënë atë në shënjestër personale. Megjithatë, Rama nuk la përshtypjen më të mirë në intervistën e dhënë për Financial Times më 23 qershor, kur deklaroi se protestuesit mund të shkojnë në djall. Në origjinal përdori një shprehje shumë më të ashpër: "Nuk më takon mua të provoj se nuk jam mafioz, janë ata që duhet të provojnë se jam", u shpreh ai i zemëruar, duke ju referuar akuzave dhe zërave për korrupsion. Javën e kaluar kryeministri akuzoi edhe Iranin se po ushqente zemrimin e protestuesve në rrjetet sociale. Sipas tij, kjo lidhej me praninë në Shqipëri të anëtarëve të organizatës së Mujahedinëve të Popullit, kundërshtar të regjimit iranian që u vendosën në vend pas rënies së Saddam Husseinit në Irak, një lëvizje spontane. Gjithçka nisi kur Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan, publikoi një video ku fliste për ishullin parajsor që kishte zbuluar gjatë një udhëtimi me jahtë në mesdhe së bashku me bashkëshortin e saj Jared Kushner. Më pas erdhi projekti turistik prej 1.4 miliard dollarësh i mbështetur nga fondi i investimeve i Kushner. Rama ngriti një pyetje interesante: a do të kishte hasur ky projekt të njëjtin kundërshtim nëse nuk do të lidhej me familjen Trump? Është e vështirë të jepet një përgjigje e sigurt, sidomos po të kemi parasysh se pjesë të tëra të Brexitit shqiptar janë dëmtuar ndër vite nga zhvillime turistike të pakontrolluara, pa shkaktuar reagime të krahasueshme publike. Megjithatë, pavarësisht argumenteve të Ramës, kjo çështje është ndëruar padyshim në një krizë të rëndësishme politike në vendin më të varfër të Europës, ku korrupsioni ka qenë një nga pengesat kryesore të zhvillimit që prej daljes nga komunizmi izoluar dhe dogmatik më shumë se 30 vjet më parë. Ky revolucion i flamingove roz ngjan me shumë lëvizje spontane që kemi parë në vitet e fundit në vende të ndryshme të botës, pa udhëheqës të qartë, pa struktura të organizuara, por të afta të mobilizojnë turma të mëdha njerëzish. Lea Ypi, intelektualja shqiptare më e njohur në arenën ndërkombëtare dhe profesoreshe teorisë politike në London School of Economics and Political Science, e ka mbështetur publikisht këtë lëvizje. Sipas saj, protesta përfaqëson një formë të re të aktivizmit qytetar në Shqipërinë postkomuniste dhe shpreh një kërkesë të fortë për respekt demokratik. Megjithatë, gjatë një vizite në Paris këtë javë, Ypi e pranoi se një lëvizje e tillë nuk ofron domosdoshmërisht një alternativë apo perspektivë të qartë politike. Barrulla e protestuesve, Shqipëria nuk është në shitje, pasqyron më së miri frymën e kësaj lëvizje, një përzierje shprese dhe vigjilence në një moment kur vendi po përgatitet të hyjë në Bashkimin Evropian, teorikisht para vitit 2030. Rreth 90% e shqiptarëve mbështesin anëtarësimin në BE, por njëkohësisht po tregojnë se nuk janë të gatshëm ta shesin vendin e tyre te ofertuesi më i lartë. Tani i takon Edi Ramos të bindë revolucionin e flamingove roz, se ai nuk është ai që kundërshtarët e tij pretendojnë. Një gjë është e sigurt, kjo nuk do të arrihet duke fyer dhe për të çmuar protestuesit, shkroi Pierre Haski nga France Inter.